personalitetet mërgata shqiptare vizituan kishën ortodokse të Shën Thomait këtu në Michigan. Krishti u ngjall, në detyrojmë pranojmë thirrjen e tij në drejton për të bërë njerëz të rinj të shmitar sinqeritetit të vërtetës, si apostujt që komunikuan Thomas apo Thomai takimin e tyre me të, e pam të ringjallurin si Thomai që pas dyshimeve, pas vështirësisë së besimit të ranë gjunjë duke rrëfyer fenë e tij në Zotin e gjallë. Krishti është gjallë, një thirrje që sot për rreth 250 besimtarë të mbledhur në festë në kishën shqiptare të Shën Thomait këtu në Michigan tingëlloi një tingull lajmëtar që solli ëngjë kishin ardhur nga shumë zona pas edhe zgjedhjet nga e diela pas Pashkës së Shenjtë të lumnuemi në sytë e besimtarëve Këshilli i Ri me kryetarin 27 vjeçarin Aleksandër Kuma, me sekretarin e Këshillit Niko Bulka e të tjerë, me priftin e ri Eugjin Shkurti për të marrë pjesë në meshën dhe një festë që përkoi me 97 vjetorin e themelimit të saj. Në themelet e saj të forta u lartua fjala e hyut me shpirtin adhetar të ortodoksëve shqiptar, që ndihet më fort fryma shqiptare në kishën plot me zemra dhe besim. Drekën e bekoi lumturia e tij Fra Danakas, sekretari i përgjithshëm i Arkidiocezës shqiptare në Amerikë, kënduan himnet kombëtare shqiptare dhe amerikane. Aktiviteti u përcoll nga televizioni ynë nëpërmjet raportimit timit aty. Krishti është ai që na udhëzon, zemra ime është gjithashtu plot kur ju shoh juve nga lart që jeni këtu në këtë shenjtore, tha prifti Shkurti. Zemra ime është plot kur shoh besimtarët ortodoks që janë duke u lutur në këtë vend të shenjtë. Një falënderim edhe për Zotin e Kremparda, konsulenterit, i nderuari Mondi Rakaj nga Federata Vatra, biznesmen, shkrimtar, njerëz besimit të kulturës. Ky është një motiv për të punuar për misionin shenjtë të fjalës së Zotit. Takimin e përshëndetje Zoti Mondi Rakaj, edhe unë dhe përmenda theksova faktin e ringjalljes së kësaj kishe dhe besimin në Zotin Shën Thomai.